këto vonesa në trajtimin e lëndëve në fushën civile, sa marrin kohë që të zgjidhen? A ka një përllogaritje deri tash në bazë të ngarkesës lëndëve që e keni në punë, edhe numrit gjyqtarëve që e keni aktualisht në punë, se sa është një lëndë që qëndron në sirtar derisa të zgjidhet? Varësisht se për cilat departamente flasin, ndryshon edhe kohëzgjatja e trajtimit të lëndëve. Për shembull, departamenti për krime të rënda është përballë me problematikë të krimit të trupave gjykues. Por përkundër kësaj ka rezultuar që ky departament i ka në punë pothuajse gjitha lëndët dhe vonesat janë vonesa që hasin gjatë trajtimit të lëndëve, por jo vonesa për me i dhënë këto lëndë në punë. Sikundër që nuk ka vonesa edhe në Departament Përgjithshëm Divizion Penal, ku për momentin janë në selitë të gjykatës themelore 2 gjyqtarë që trajtojnë këto lëndë në këtë divizion, e vonesat janë në Departament Përgjithshëm, në Divizion Civil. Nuk mund të themi për periudha sa zgjat një lëndë, por ajo që mund të them është se mbi ngarkesa e lëndëve në këtë lëmi, numri i vogël e gjyqtarëve, edhe dhënia e prioriteteve të zgjidhjes së lëndëve, ka bërë që këto lëndë të i kalojnë afatet e arsyeshme për trajtimin e tyre, dhe gjykata themelore në Gjakovë në trajtim të këtyre lëndëve ka vonesa të cilat po besojmë që me qenë se tashme jemi stabil edhe me resurse njerëzore, do i evitojmë sa më shpejt që të jetë e mundur.